Nëse mendon shumë për një person, do të thotë që edhe ai mendon për ty. Kjo tingëllon shumë romantike. Shumë njerëz e besojnë dhe mendojnë, nëse unë po mendoj kaq shumë për të, ndoshta edhe ai po mendon për mua. Por kjo nuk është një fakt psikologjik. Fakti që ti po mendon shumë për dikon, tregon diçka për ty dhe për emocionet tua. Mundet me qenë se e ke dasht, se të ka mungu, se ke pas një lidhje të fortë me të, ose se ke mbejt me pyetje pa përgjigje. Truri ynë shpesh kthehet te gjërat që kanë pas rëndësi emocionale. Prandaj, kur mendon vazhdimisht për një person, kjo nuk do të thotë automatikisht që edhe ai po mendon për ty. Mundet me qenë që ti e duke u mundu me e kuptu atë që ka ndodhur. Mundet me qenë që ke mbeti lidhun me një kujtim, ose ndoshta thjesht ke nevojë për mbyllje emocionale. Kjo nuk e bën ndjenjën tënde më pak të vërtetë, por duhet me e dallu një gjë. Ndjenja jote është e vërtetë, por nuk është provë për atë se çka po ndjen personi tjetër. Nuk mundesh me e ditë se çka po mendon dikush vetëm se ti po mendon për të. Prandaj, mos e ngatro dëshirën me realitetin. Nganjëherë, zemra jon don me besu se lidhja është e dyanshme, edhe ku nuk kemi asnjë provë. Dhe kjo është arsyeja pse kjo fjali tingëllon kaq romantike. Por psikologjia nuk bazohet në ato që tingëllon bukur, bazohet në ato që mundet me u vërtetu. Pra, nëse ki po mendon shumë për dikon, pyetja më e rëndësishme nuk është, apo mendon edhe ai për mua? Por, çka po mundohet me tregu kjo ndjenjë për mua?